Fillun të zhvendosëm të ikë nga plumbat e tyre. Në Sofali, qysh atë dite, dikun 14 veta e në vra, edhe fillun të shtënat, plumbat në shkojshin rreth këmbëve. Na jemi faktikë në rrugë Tokbashe, është periferi, faktikë parku i Gërmis, se ata fillun nga periferia, duke bo shtypje presion, kështu që na fillum nga frika, fillum shamëll, nuk na dha as kohën shamëll, të përgatitemi të marrëm rrobat, element për vete, edhe fillun të zhvendosëm të ikë nga plumbat e tyre. Sot dijune, në Sofali, qysh atë dite, dikun 14 veta e në vra, edhe është një zhdukur sot dijune. Në lagjën tonë u vra një komshi, edhe fillun të shtënat, plumbat në shkojshin rreth këmbëve, edhe fillun na të zhvendosemi. Edhe u zhvendosëm në lagjën afer Tasligjës, është avallat, ishte motra ime, e madhja, aty të gjithë shkum, aty edhe u vendosëm, dikun kemi qëndrue një 3 ditë. Edhe ishte një shtëpi që na numerikisht ishëm 40 antarish. Edhe nuk kemi pas kushte aq shumë. Ishin polic, ishin me armë të gjata, edhe fillonin të kërcënonin edhe të jepnin urdhër për lirimin e shtëpisë. Familja jonë ishte dikun 33 antarësh, kryesisht ishin fëmijë, edhe në rrugë kur kemi dalë në çdo udhkryq apo në pika kyçe të rrugëve, kishte patrolla, kishte kontrolla të pushtetit. Ishin paramilitar, ishin polic, ushtar. Aty fillun problemet, represaljet, maltretimet, dhunimet fillun aty. Qysh në 200 metrëshin e parë, në ndalën një grup paramilitarësh, në kërkun të holla, qka patëm i dhamë, edhe pastaj në lirun, edhe vazhdun për stacion të trenit. Aty në thamë me shku. Fillum të ushtetit nga punkti në punkt, të shkolla teknike është një udhkryq në Prishtinë, rrugat që shkon për Gërmi edhe duke për ishë proletare, ishte vendos një punkt i madh i forcave serbe. Aty na ishëm në kolon, ishëm familja jonë. Më kujtohet unë isha i fundit se e presha këta më të vjetret, ju ndihmojsha, më ndalën mua, faktikisht, edhe më thanë, ti e jam e neve. Kështu që unë u ndova nga familja, familja me të shokume, duke me ndu më të keqen, fillun aty në një rrugis, ashtu më fotën, edhe fillun kërcënimet, maltretimet, plaçkitjet, të gjitha. Ata fillun me ofendu së pari, thanë që për juve këtu vend nuk ka në Kosovë, Kosova nuk është e juja, kemi ju shkatru të gjithve, s'keni me u këthy këtu asë njerë, harroni këtë vend, nëzirë të gjitha që i kije gjësandet me vlerë, të gjitha qka pata, fillun me të kontrolue, fillun në zorën armën, më kërstun që do të më vrisnin, kështu që më në fund disi shpëtoha nga ta. Fosha sërbisht, se sërbisht normalisht që në atë kohë e kemi ditë, që jemi më të vjetër. Qka i thëshë? Thësha, që ku jam, s'kam ku shkoj, unë shtëpin, unë këtu jam, unë këtu jetoj, i lindur në Prishtinë, faktikisht jam nga stërgjyshet, jam moti këtu, s'kam ku shkoj, unë shtëpin times nuk mundem ashtu mja këthy shpinën. E kështu që më lirun disi, po pam rri 200 metra, kujtojtë shumë mirë, në jethojmë Xhamia Mesme. Aty, një punkt tjetër, një grup policës, disa ishin me maska, edhe aty në ndalën, në maltretun, besa edhe disave edhe fizikisht maltretun, e rahën. Në thanë që nëzirni të gjitha mjetet e identifikimit. ID-t, faktisht, letër njoftimet, pasaportat, të gjitha i nëzërëm, e të gjitha na i agjasun. Edhe thanë që këtu për juve nuk ka vend më su këtheni. Edhe normalisht që të gjitha, qka i patëm gjësandet me vlerë, na i morën, si të
gratë si të tjerët na plaçketën, pastaj na vazhduam. Po prapë kur mbrinëm gjatë rrugës, banorët serb gjithmonë, banorët serb nga ndërtesat folshin, ofendojshin në atë kohë, na ishëm kolon. Kështu që mritëm të erit e rrethi i Arbërisë ose Dragodanit në atë kohë. Unë e mora një fëmijë në krah, duke menduar që nuk do të ndalë në shkaku i fëmijët, do kanë pak respekt, sham mëshirë ose si doni. Unë mua më tha, lësho atë fëmijë edhe eja këtu. Po na nuk e dishëm për çka po thira, po shembull e kishëm përjetuar ato maltretimet, edhe fillun me maltretimet prap. Lëshova fëmijën, shkova, nxjerrta çka ki kret me vlerë. Nuk kisha, se të gjitha na i morën më herët. Disi edhe aty shkun të erë të mbritëm të stacioni i trenit. Çka me po? Muj me thonë që me mira kanë qenë. Me mira kanë qenë. Edhe të gjithë kanë qenë ullur. Edhe aty kontrolën e kishin forcat serbe. Monitorishin çdo gjë. Kështu që edhe me fol nuk lejoheshin. Ka pas edhe, më kujtohet shumë mirë, gjyshja, shkoj të me pi ujë dikun, edhe e kishin pa shty fizikisht, e kishin pas për tokë, e kishin pas vendosë.